Cilët janë 5 objektet apo 5 elektroshtëpiaket që burrat në përgjithësi po flas, jo të gjithë, aman ka 1% të vogël që din, po përqindja më e madhe e burrave nuk din t'i përdorin pa ndihmën e një gruaje. Domethënë të nënës, të motrës, të gruas, ç'në si ka. Mjafton të ketë një grua në shtëpi që t'i ndihmojë, sepse nuk din t'i përdorin. Ose shkojnë për t'i përdorur, po marrin telefon gjithmonë nënën ose motrën ose gruan t'i thonë si përdoret. Kush janë këto të pesta? Në vend 5 është tharsja. Tharsja rrobave që nuk e din asnjëherë se kur i merr rrobat nga lavatriçja i fut brenda atje, nuk e din se me cilin program duhet i thash dhe duhet pyesësh se s'bën një grua, se është e tmerrshme. Si rrjedhoj, në vend të 4 është vetë lavatriçja. Tani, cilat lahen me 90 gradë, cilat me 30 gradë, cilat me pak xhiro, cilat me shumë xhiro, sa ashtu pluhur lars duhet i hedhësh, të merr i vërtet. Nesi, lavatriçja. Në vend të tretë është hekuri i hekurosjes. Të merr i burrave, të merr, domethënë ku futet kjo priza, ç'a programi do, po pse po bën kështu? Pse bën? Domethënë është një të merr, se mos e djeg se duhet lënë kështu, pastaj ja duhet mbajt shumë apo të merr. Në vend të dytë është furra. Furra mor që nuk e kuptojmë se cila tavë do cilin gradacion. Domethënë, cila duhet ndezë ajo që është nga sipër, që është nga poshtë, apo me dritë, apo pa dritë, sa graduat, sa minuta duhet ta lësh se mund ta djegësh. Furra është i tmerr i vërtet. Por kampionja, le të themi, vendin e parë e ze kush? Lavastovilja, mor miq. Burrat e kanë tmerr. Nuk din ku hidhet aromatiku, ku hidhet sapuni, sa pjata duhen vendosur, se mos e mbush shumë, mos e mbush pak. E kupton apo pastaj nuk din edhe një gjë tjetër, që pjatat para se të futen lavastovilje duhet lanë një herë, që të hiqet ajo e madhe, pastaj të futen. E kupton? Po çfarë të merrit është. Nëse këto janë 5 objektet që burrat në përgjithësi nuk din ose më saktë nuk duan të dinë t'i përdorin pa ndihmën e një gruaje. Ciao.